është përgëdhelur shumë kali, tha dhe e vrau. Është jashtë logjikës, do më thënë njerëzore. Largohu se është përgëdhelur shumë kali dhe nëzora thikën e godit Amerin çfarë dëna shka. Atere, ngjarja është... 63 vjeçari ka qenë person problematik, duhet ta themi, se vazhdimisht, edhe kur kam qenë unë përplasej dhe zihej me turistët, i jepte çmimet ndryshme, varësisht kur ishte i huaj një çmim një gjë, po për çfarë arsye? Përveç se kemi të bëjmë me një tip problematik, kemi të bëjmë edhe një person dënuar në 94 po për vrasje, por një dënim cilin ai e ka shmangur duke u arratisur në Greqi. Si e ka shmangur? Ka qenë i dënuar për vrasje. Ka qenë i dënuar për vrasje. Është parashkruar çështja në Berat, ka qëndruar për 20 vite në Greqi, derisa kjo çështje dhe ky vendim penal ndaj tij është parashkruar, duke ja hedhur kështu edhe drejtësisë me arratisin. Si qëndronte aty? Kishte faturë ose gjë që merrte lekët? Të paktën këtë informacion nuk e kam. Se njeri me rrezikshmëri të tillë që ka kryer një vrasje, nuk ka kryer as dënimin. Nga deklarimet dhe vazhdon qëndron dhe punon aty me fëmijë, me turist, me gjë. Nga deklarimet që ai ka dhënë nuk rezulton diçka e tillë, pra të jetë një person fizik i regjistruar pranë qendrës kombëtare të biznesit, por ka vepruar duke përfituar të ardhura pa lëshuar edhe apo pa paguar taksa në shtet lidhur me aktivitetin që ai kryente. Ngjarja është regjistruar rreth orës 15 të ditës djeshme. Viktima Keli Hoxha është një person i cili prej 14 vitesh jeton në Britaninë e Madhe dhe së bashku me familjen e tij, bashkëshorten, 2 vajzat dhe nënën e tij, e cila ka qenë prezente në momentin që është regjistruar ngjarja. Ditën e djeshme kishin vizituar qytetin e Beratit dhe teksa kanë shëtitur në të gjithë qytetin, janë drejtuar zonës së Kalas. Po, kanë ardhur për pushime, janë drejtuar zonës së Kalas. Ato kanë një shtëpi në periferi të Tiranës dhe kishin zgjedhur që ditën e djeshme ta kalonin në qytetin e Beratit. Gjatë drekës janë ulur të drekojnë në një restorant në zonën e Kalas dhe që në ato momente bashkëshortja e viktimës pohon se fëmia i tyre, një prej fëmijëve, vajza e mitur, ka parë kalin dhe i ka bërë përshtypje. Çfarë moshe ka pasur vajza? Vajza është e mitur dhe të paktën nga informacionet që kam është 9 vjeç. 9 vjeç. Në momentin që është afruar, pranë kalit ka kërkuar tatit saj për të shkuar për të bërë një foto dhe në fillim nuk janë drejtuar kalit përsa kohë ai ka qenë në lëvizje në pjesën e Kalas. Pasi kanë konsumuar drek, vajza e ka parë sërish kalin, por kësaj herë ai ka qenë i lidhur në një prej pikave ku qëndronte dhe 63 vjeçari dhe i është afruar. Në këto momente babai i saj, Keli Hoxha, i cili mbeti viktim, është afruar së bashku me vajzën. Që ti bënte fotografi në vajzës. Te kali që ti bënte një fotografi. Dhe në këto momente nga ana... Një gjë do kisha bërë dhe unë me vajzën time në mënyrë absolute. Po të më kërkonte të bënte foto me kalin, gjëja më normale në botë. Në këto momente nga ana e 63 vjeçarit, paktën sipas të gjitha rrëfimeve që kanë bërë personat që kanë qenë prezent këtu, i referohem nënës së viktimës, bashkëshortes së tij, kanë parë që me njëherë 63 vjeçari i ka bërë thirrje për t'u larguar dhe për të mos u afruar kalit. Në këto momente, ato pohojnë se kanë parë që ai kishte diçka në dorë dhe përpara se të afrohej tek 42 vjeçari Keli Hoxha, ka nisur të hedh fjalë ofenduese në drejtim të tij dhe ta pështy. Në këto momente nëna e viktimës është afruar për të shuar këtë konflikt i cili ka nisur fillimisht verbalisht dhe nga ana e 42 vjeçarit i është bërë thirrje që të merrte vajzën dhe të largohej dhe pas tyre do vinte dhe vetë viktima. Në këto moment, si nëna dhe bashkëshortja e tij pohojnë se sapo kanë kthyer shpinën, nga ana e viktimës është bërë thirrje për të njoftuar policinë pasi ishte therrur nga 63 vjeçari i cili e ka goditur disa herë me thik. Ky është rrëfimi që kanë bërë familjarët e viktimës. Më pas, ato pohojnë se ai ka marrë kalin siç ishte i lidhur dhe është larguar derisa u arrestua rreth 5 orë pas ngjarjes, ku edhe për arrestimin ka qenë një procedurë mjaft të vështirë pasi 63 vjeçari edhe të afërmëve të tij i ka njoftuar disa herë se do të vetë dorëzohen polici, por nga ana tjetër nuk binte telefonin dhe ata kanë identifikuar me qelizat. Por Blendi nuk binte dakord për t'u vetë dorëzuar derisa në një moment nga ana e policisë dhe prokurorisë është insistuar përmes familjarëve dhe kanë ngushtuar të gjithë perimetrin ku ai mund të lëvizte dhe është bërë mundur arrestimi pranë pra është arrestuar në flagrancë, nuk është dorëzuar. Pranë një kishe, pavarësisht se në rrëfimin e tij ai thotë se nuk jam arrestuar, po shkoja për t'u vetë dorëzuar në polici. Ajo është për ta thënë lehtësuese pastaj. Eni vetëm një moment, një pyetje.
në momentin që ai ka bërë një krim paraardhës, nuk e ka shlyer dënimin, po kjo s'ka rëndësi, quhet përsëritës? Jo, në këtë rast jo, sepse fati kohor është zakonisht shumë i gjatë, jo, në aspektin juridik jo, sepse përsëritja kërkon ca kushte se të është në kohë të jenë të shkurtra. Të afërta me njëra tjetrën. Se mbas 20 vitesh, ai s'ka bërë asburg për shkak parashkrimit, jemi në një kohë ku edhe ligji ka qenë tjetër. Jo, mund të merret si element vlerësues nga ana e gjykatës në kuptimin e një narrative. Rëndus, si një element rëndus për vendimin, jo. Jo, nuk mund ta përdor. Nuk i del një kartel e pastër. Nuk mund ta përdor. Jo, ai s'mund të jetë njeri normal. Jo. Nuk mund ta përdor. Neda po e shpjegon, por atit nuk i del një kartel e pastër edhe pse ai se ka bërë burgun. Jo, i del sepse ai ka bërë... Ska se si dali se vrasja nuk parashkruhet. Jo, vrasja parashkruhet. Vrasja nuk parashkruhet në rehabilitim. Ishte i lirë, do më të njështë parashkruhet. Ai mund t'jeti lirë, por atit i parashkruhet procedimi penal se su arrestu kur, po jo që ai ka kryer vrasje dhe është i dënuar. Parashkruhet për faktin e rehabilitimit. Doja shikojmë kartelen gjyqësore, por nuk ka shans të parashkruhet. Megjithatë në raste të tilla ai ka qenë prezent aty, gjithë qyteti e ka ditur që qëndronte se e njihte edhe gjysmë. Jo, këtu e ka ditur gjithë shteti. Dhe e kanë ditur që ai ka qenë me precedent vrasje dhe ka punuar për ditë me turistë dhe me fëmijë atje. Po këtu është problemi, e ka ditur shteti. Një prej vendeve më të frekuentuara. Një prej vendeve më të frekuentuara dhe s'ka vetëm fëmijët hipin mbeta kuaj dhe për të bërë se një njeri i tillë që do jepet tani. Jo, nuk është nuk klasifikohet vrasje me paramendim, po ajo është vrasje në rrethana e çastit, kështu që ajo është në gjatësies vepra penale, prandaj po them. Kështu që në këtë kuptim kishte dhe një gjë tjetër po nuk është këtu ideja, është pak unë deri tani përmenda ato se çfarë kanë deklaruar familjarët, ndërkohë vetë autori thotë se është ofenduar nga viktima dhe të paktën edhe pasi është vënë pranga, ai pohon se ajo se çfarë e ka vrarë më tepër nuk ishte fakti që është afruar kalit, po fakti faktën siç ai pretendon se viktima e ka ofenduar. Vetëm një gjë se këtë kam dëgjuar vazhdimisht në justifikimet e vrasjeve. Fjala nuk është barabartë me marrjen e jetës. Se njeri të shau dhe ti të nxjerrësh thikën dhe ti marrësh jetën tjetrit, nuk ka barazim se shoh si justifikim. Të shoh të zakonshme e kanë bindje këtë që shau dhe unë jam në Ky është justifikimi i pastër, edhe tuesi. Jo, se mund të ketë edhe justifikim, është sjellje domethënë kudo. Edhe në shoqëri, komunikimi agresiv është një komunikim në të gjithë dëshminë e tij ai nuk pohon në asnjë moment dhe nuk rrëfen se me çfarë ka goditur. Ai thotë që kisha një send në xhep, por nuk e mbaj mend sepse nuk ka dalë që është godit me thik. Jo, ai ka dalë. Se shumë media ka dalë që godit me thik. Ai vetë nuk e pranon. Pra, edhe në dëshminë e tij ai thotë, un jam penduar, i kërkoj familjes falje, por nuk mbaj mend asgjë sepse ajo se çfarë më nxiti për të kryer këtë krim ishte tani ka një pyetje, Arlinda, si mundet një njeri 63 vjeç, pra një njeri që ka një lloj pjekurie në jetë, të nxjerrë thikën para një vajze 9 vjeç dhe fëmijës tjetër po të mitur, para nënës dhe bashkëshortes tjetër dhe nguli thikën. Se e shau, edhe sikur të ishte ide e shau. Blendi probleme të rënda të shëndetit mendor dhe të patrajtuara. Vrasjet e çastit në thelb mbartin shumë probleme me shëndetin mendor, por jo vetëm, dhe probleme sociale, kulturore, ekonomike. Në Shqipëri është shumë prezent, domethënë shpreha pse më shef, pse më parakalove, etj. Kështu që komunikimi agresiv për fatin tonë të keq është kthyer në sjellje në shoqërinë shqiptare. Kështu që sigurisht veprimi e tejkalon fjalën dhe në rastin konkret është më realisht për të ardhur keq. Unë kam shumë vite përvojë në gjykatën e Tiranës që ofroj ekspertizën time dhe ajo se unë çfarë konstatoj është që çështjet konfliktuale, dhuna në familje janë shumë prezent. Vetëm në vitin 2025, nga të dhëna që unë domethënë i disponoj, janë regjistruar në kërkesa, pra si kërkesa për urdhra mbrojtje rreth 1200 kërkesa. Kjo për mua, parë dhe në optikën time, është një shifër shumë alarmante, sepse më dikush që dhunon në familje nuk mund të jetë i qetë në shoqëri. Parë kjo, nisur edhe nga vrasja tjetër, edhe nga djalë që ka vrarë më parë. Sigurisht se kam një gjë mirëgit. Një person që qëndron në ambient publik, ofron shërbime, është gjithë ditën... E ka parë gjithë shtetit dhe unë jam absolutisht shumë dakord me një është gjithë ditën në kontakt me njerëz. Ai njeri mund të takojnë 100-200 A ndërvepron me njerëz. Unë nuk i besoj rastësive, pra që mund të jetë një konflikt i çastit. Problemi në kontekstin social, në kulturën tonë shqiptare, ka të bëjë me pjesën e opinionit dhe reagimit. Pra është më rënd, pra në moment që ty të ofendon dikush ti duhet reagosh. Dhe reagimi yt është në disproporcion. Pra ose duhet ta vrasësh për treguar që ti ke një qëndrim forcie ndaj një fakti që ty të ka denigruar apo të ka ofenduar dikush. Pra mënyra se si kultivohen njerëzit sot dhe mënyra se si kultivohet shoqëria jonë shqiptare
ka të bëjmë qëndrime që ne kemi si shoqëri ndaj dhunës, ndaj normalizimit dhunës. Ose duhet të reagosh me konceptit fortit. Koncepti jo vetëm i të fortit, por e kalon pjesën e konceptit fortit. Të shkruar model. Dhe mënyra se si jemi një shoqëri e mllefosur, jemi një shoqëri e frustruar, jemi shoqëri që kemi normalizuar dhunën dhe për një moment të çastit, një konflikt sa do të vogël, fatkeqësisht rastet përfundojnë me viktima. Dhe kjo është për të ardhur keq për qëndrime që ne mbajmë si shoqëri. E dyta ka të bëjë me faktin që zotëria ka një precedent penal. Sistemi duhet monitorojë personat cilët kanë precedent penal. Pra aq më tepër që kanë kontakte, ofrojnë shërbime për qytetarët, ofrojnë shërbime për turistët. Ai njeri ka kontakte minimumi thashun 100-200 veta në ditë, dhe më shumë. Shiko Blend, problemi i madh ka të bëjë edhe me institucionet, mënyrën se si komunikojnë. Pra një person, pra nëse sistemet nuk komunikojnë me njëra tjetrën, dhe personat të cilët kanë një precedent penal, vazhdojnë dhe ofrojnë një shërbim, janë marrëdhënie drejt për drejta me qytetarët. Duhet me patjetër të monitorohen. Ne kemi të fuqishme të zonave apo specialistët e policimit komunitet, që duhet të kenë një mapping, një databazë të qartë të gjithë personave ne nuk dimi gjë. Merin, ky person ka shfaqur shenja të tjera agresiviteti? Të paktën sipas edhe dëshmive të tjera është një person konfliktual dhe është një person i cili të paktën në zonë njihet si problematik. Por me sa duket tot dhëna nuk janë përdorur për të ndaluar këtë ngjarje, por edhe për të vënë në shinë këtë person i cili është tetë problematik dhe unë e përmenda edhe pak më parë, është bërë një luftë e madhe që ai të vetë dorëzohej edhe përmes familjarëve sepse ai ka marrë një jetë para 20 vjetësh. Dhe sot nuk binde. Dhe njëri të dytë varë. Këtë doja të thoja. Tu është problemi. Një person i cili ka një precedent, ka kryer një vrasje, ka edhe një plan. Mënyrën se si do bëj aktin, dhe e dyta si do reagoj. Megjithatë akti i tij është i momentit, ëh. Po pra se duhet pak të stigmatizojmë, se jo, nuk jam dakord, sepse ne stigmatizojmë çardollonë forme. Dhe reagon me një formë ne po flasim Dje dhe shpellën se ku do fshet, më falen Ida. Dje dhe vendin se ku do fshet. Në mos një moment apo një moment caktuar e ka perceptuar dhe ka projektuar që do i ndodhë një konflikt me një person. Jo, kjo është Muhamad tregon pjesa e planit. Jo, s'jam dakord fare. Ai nuk ka plan të vrasë njëri, ai ka plan të bëj para. Tani ai ka plan të bëj para dhe ai ka bën para. Tani se nuk e pranoni ndryshe ju, se ai s'ka dalë për të vrarë. Ai ka dalë për të bërë para, ai aty ka territorin e vet. Ai duhet parë çfarë lloji ai ka territorin e vet. Në territorin e vet, po vetëm kafsha njeh pjesën territoriale. Ka dështuar në kontrollin e territorit. Dhe ai prandaj është agresiv. Ai s'duhet rrinte atje. Ai pikërisht duhet ishte aty. Ai se ka duhet ishte. Duhet ishte aty. Gjej kalaku rrihet me kalkë dera. Bisedën nëse merrna rrihet edhe në mes të Austrisë edhe të Vienës që ju shkoni shpesh. Edhe ne kemi edhe pa regjistruar. Kanë kalin që i mbajnë një shqitjen, kanë veshjen, kanë kostumin, ai